Eni Vasili, gazetarja dhe moderatorja e njohur, është zgjedhur drejtoreshe përgjithshme e radio-televizionit shqiptar. Vendimi u mor gjatë votimit të dytë të Këshillit Drejtues të RTS-s, ku Vasili arriti të sigurojë shumicën e cilësuar prej 7 votash përmes një procesi të fshehtë votimi. Kjo fitore pason një raund të parë që u mbaj të njëjtën, ku asnjë nga kandidatët nuk arriti të merrte numrin e nevojshëm të votave për t'u zgjedhur. Në këtë raund të dytë, Eni Vasili rezultoi më e votuara mes kandidatëve, duke marrë 3/5 e votave të nevojshme për t'u zgjedhur në këtë pozitë. Kandidatët e tjerë, Zoja Jakaj Marashi dhe Engjullush Musai, morën 3 dhe 1 vot respektivisht. Të tre kandidatët kaluan në fazën përfundimtare pas dështimit të raundit të parë, ku nuk u arrit kuorumi nevojshëm. Sipas statusit të RTS-s, Eni Vasili do drejtojë këtë institucion në një mandat 5 vjeçar. Emërimi i saj vjen pas një periudhe trazirash në drejtimin e RTS-s, u një proces zgjedhori më parshëm, u cilësua i palishëm, duke çuar në shpërbërjen e Këshillit Vjetor Drejtues nga Parlamenti.